Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim baklavan më të shpejtë dhe të lehtë që mund ta përgatisi kushdo. E kam dhe për ju që nuk dini të tolni hiç shpejt. Do të përgatisni një baklava speciale që do t'ju nderoj. Ndiqeni video me kujdes sepse janë disa detajet e vogla që mund t'ju duhen. Janë ato sekretet e vogla që bëjnë ndryshimin e madh. Do t'ju tregoj pjekën perfekte që mos t'ju nxihet arra, gjithashtu se si petet të hapen brenda baklavas që zakonisht nuk hapen mirë. Për si vjet do të përgatisim 2 baklava. Kjo është e lehta për çdo fillestar dhe një që do e hapim pet. Si fillim do vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Produktet e freskëta dhe të fshatit janë kryesore për çdo baklava. Ndaj të na nevojiten 4 vezë fshati. 3 do i shtojmë vetëm të verdhat dhe një vezë të plot. Matet i kam bërë me gota 200 ml dhe këtu kemi gjysmë gote qumësh 100 ml. Me të njëjtën gotë do shtojmë gjysmë gote me kos, 100 gram me kos. Përziejmë te kosi një lugë kafeje me plur për pjekje baking powder. Do vini re që kosi do fryhet dhe do bëhet shkum. Siç e shikoni e kam mbushur gotën. Kjo të dashur miq vlen për baklavat që nuk hapen pet një dhe nga një. Në këtë mënyrë do fryhet baklavaja dhe petët do të hapen. Do të duken sikur i kemi hapur një dhe nga një. 100 ml vaj misri ose lule dielli. Gjysmë gishti më tepër se gjysma e gotës. Një brez krip dhe vazhdojmë duke e përzier mirë. Këtu të dashur miq do duket dhe rezultati i vezëve të fshatit. Nëse në të vërtetë janë vezë fshati, do të dalë një rezultat i tillë. Gjithsesi, nëse u del pak më e bardhë, nuk ka problem, dhe në fund radhën e ka mielli. Do t'ju duhen diku te 500 me 550 gram me miell. Mua mu deshën fiks 550, kjo varet dhe nga mielli. Do e kujdesni dhe vetë me sy, derisa të krijoni një brum pak më të fortë se ç'duhet. Kjo pasi brumi duke ndejtur do lëshohet dhe ndoshta nuk do e punoni dot. Sidomos nëse keni miell fshati të bluar vet, duhet të dini që lëshohet akoma më tepër. Gjithsesi, kjo vlen më tepër për brumin e baklavas që tollen petët një dhe nga një. Me mënyrën që do përgatisim sot, nuk ka problem nëse lëshohet pak më tepër. Nuk është e nevojshme të lodheni dhe ta ngjeshni shumë, vetëm sa të krijohet brumi. Më pas do e lëm të shplodhet për diku 1 me 2 orë. Unë e kam lënë 2 orë të plota. E brumi është bërë tepër elastik. Nuk ngjit nëpër duar sepse ka dhe vaj brenda dhe kjo na ndihmon shumë. Tani do vazhdojmë duke e ndarë afërsisht në 52 kuleç të vegjël. Mund t'i peshoni 17 me 18 gram secili. T'ju dalin diku te 52 me 54. Afërsisht sa një kokorare. Dhe këtu ku e shikoni kam gati. Shumë e rëndësishme është që duhet t'i mbulojmë. Siç ju thash, nuk ngjitet kollaj ky lloj brumi, mund ta mbuloni me pecet ose nailon foli. Mua mu desh diku te 250 gram me niseshte. Vazhdojmë duke i lyer me niseshte në këtë mënyrë. Më pas do i shtypim pak me gishta dhe do i hapim diku te 10 me 12 cm me një rul ose pec. Ose ndryshe oklahi. Kemi goxha emra në fakt, po gjithsesi kuptohemi. Duke i hapur në këtë mënyrë, sipër do i lyejmë me niseshte bolsho, ku te gjysmë lugë kafeje, duke i hapur dhe duke i radhitur njëra midis tjetrës. Në këtë mënyrë gjithsej do të përgatisim 6 petë. Peta e parë e poshtme dhe peta e fundit e sipërme do jetë me nga 10 kuleç, ndërsa 4 të tjera do jenë me nga 8. Do i bëjmë të gjashta në këtë mënyrë dhe do i radhisim në tepsi, duke i mbuluar me një pecet që mos të thahen, dhe sigurisht jetë pecet pa qime. Nëse nuk keni, vendosni një letër përpjekje sipër dhe më pas mbulojini me pecet. Pasi kemi mbaruar me kuleçet dhe kemi radhitur për 6 petë gjithsej, vazhdojmë me hapjen. Hapjen mund ta bëni me një pecë të hollë ose një rul të trash. Dua të theksoj që është një brum shumë elastik dhe hapet shumë shpejt. Nuk është e nevojshme të dini të tollni për ta hapur. Thjesht do e rrotulloni nga të gjitha anët në këtë mënyrë dhe do e hapni lart e poshtë me një rul. Petën e kam hapur diku te 40 cm. Nuk duhet të jenë shumë të holla, sepse në fakt ne nuk po bëjmë sfoliat. E shikoni dhe në fund që peta do duket sikur e keni hapur një dhe nga një. Dhe jo si petë sfoliat që nuk duket hiç shpejta se ku ndodhet. Këtu të dashur miq do i thajm pak në furrë 4 petët e mezit. Do e ndezim furrën në 180 gradë, do e lëm të nxehet mirë bashkë me tepsinë dhe më pas do e hedhim petën sipër me tepsinë përmbys. Do e lëm që peta të thahet dhe jo të piqet, derisa të hapen dhe të duken petët një dhe nga një. Do e shikoni pasi të vendosim petën e parë poshtë. Këtu të dashur miq do vendosim petën e parë, të cilën nuk do e thajm. E kemi prerë brumin në masën e tepsisë. Tepsia është 32 cm
Poshtë e lyej me 2 lugjedhe gjalp të shkrirë, vendosim petën të cilën e kemi prerë në formën e tepsisë dhe tani ky është rezultati pas 2-3 minutash pjekje në furrë. Petët nuk duhet të ngrihen, do e kujdesni dhe vetë derisa të fillojnë katet pak të ndahen. Mund të thahen shumë pak ansoret, të cilat do i presim në këtë mënyrë dhe do i hedhim brenda baklavas. I hapim në mënyrë të barabartë, duke i llogaritur mirë dhe nga peta që do hedhim sipër. Ja pra siç e shikoni, kjo është peta e dytë e tharë. I presim sërish ansoret dhe i hedhim brenda. Për momentin kemi shtruar gjithsej 3 petë, 1 të patharë dhe 2 të thara. Për mbushjen do na nevojiten 350 gram me arra dhe 2 lugjedhe me bukë të thekur galet, e cila do na ndihmojë që mos të na nxjihen arrat dhe mos të shkërmoqen shumë, pra të lidhen. E kam mësuar nga një shefe profesioniste. Janë ato sekrete në këto punë që nuk tregohen, por unë kam vendosur do t'ju tregoj gjithçka. Ndaj mos e lini pa e provuar, duke e kombinuar sigurisht me një pjekje të mirë ku do e shikojmë së bashku në vijim. Sipër arrave e kanë radhën 2 petët e thara. Me kujdes duhet baklavaja të ketë ajër brenda midis petëve. Nuk duhet ta ngjeshni dhe ta shtrëngoni fort, sepse ajri brenda ndihmon të deportojë nxehtësia gjatë pjekjes. Kështu që kujdes mos e ngjeshni. Ndaj e bërëm dhe tharjen në këtë mënyrë të petëve në furrë, sepse ato kanë marrë ajër brenda dhe janë ndarë nga njëra tjetra. E këtu jemi tek peta e fundit. Kjo është peta kryesore ku do ketë dhe pamjen baklavaja. Ndaj me kujdes duhet të jetë saktë. Do e hapni pak më të vogël se të tjerat. Diku te 35 cm. E hedhim brenda dhe pjesën e ansores që prevëm. Mos keni hiç merak, mjafton t'i shtroni mirë dhe bukur dhe të jenë të hapura në të gjitha vendet njësoj. Gjatë pjekjes do lidhen fare mirë dhe nuk ka për të dukur asnjë. Dhe pas e kemi mbuluar, peta duhet të jetë pak më e madhe se tepsia. Mund ta fusni me një shpatull nëpër ansore, ose edhe ta lini ashtu që është, nuk ka problem. Këtu të dashumi të vazhdojmë me prerjen, të cilën mund ta bëni sipas dëshirës. Në fakt, kjo është një tepsi e vogël, 32 cm, ndaj prerja në formë lule nuk do ishte aq e mirë. Nëse doni të bëni të njëjtën recetë për tepsi të madhe, masat do i dyfishoni. Kështu që mund ta bëni dhe prerjen sipas dëshirës. Baklavan të dashumi që kam prerë deri tek arrat. Më pas hedhim gjysmën e gjalpit, që sipër baklavaja të shtrohet, dhe vazhdojmë të bëjmë prerjen më lehtë deri në fund pa e prishur formën. Kjo është sipas dëshirës, si ta keni ju më të lehtë. Gjithsej do na duhen 400 gram me gjalp, ku nuk duhet të shtojmë pjesën e bardhë të gjalpit nëse ju mbetet në fund. Për pjekjen e dashumi, si fillim ngrohim furrën në 250 gradë. Sa po furra të jetë nxehur mirë, vendosim brenda baklavan. Pas do e ulim temperaturën në 180 gradë, do e lëm të piqet diku te 15 minuta. Pas 15 minutash, sipër do i vendosim një letër për pjekje bashkë me letër alumin. Do i vendosni sipër të qëndrojë mbi tepsi pa i shtrënguar, të marrë ajër baklavaja dhe petët të fryhen. Pjekja duhet të zgjatet diku te 3 orë. Ndaj do e kujdesni dhe vetë, nëse është e nevojshme mund ta ulni dhe pak temperaturën. Për sherbetin do na nevojiten 700 gram me sheqer, 600 ml ujë, erza sipas dëshirës. Zakonisht shija e preferuar shkarafili dhe limoni, i cili vendoset për mos të sheqerosur. Për shijet e mia unë e pëlqej shumë kanellën. Dhe kjo është erza anasoni në formë ylli që shikoni në video. Ajo të dashumi ka erën karakteristike që ka pia uzo. Siç ju thash, shtoni sipas dëshirës çfarë të doni. Që nga momenti që sherbeti mori val, e kam zier për 5 minuta. Pas 5 minutash e largova nga zjarri dhe e lash më njan diku te 5 minuta të tjera që t'i bjeri vala. Mos të jetë shumë i nxehtë. Gjithashtu baklavaja duhet të jetë e ftohtë dhe të shërbetoset ditën e nesërme dhe jo më përpara. Dhe ky është rezultati që shikoni në video. Petët janë ndarë në të gjithë baklavan nga lart deri poshtë. Në të vërtetë ja vlen ta provoni, del tepër e mirë. Nëse ju ka pëlqyer video e sotshme, mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Ju uroj festa të gëzuara dhe një vit të mbarë. Shihemi së shpejti me baklavan e tollur pet. Gjithë të mirat.